Ministri për Europën dhe punën e jashtme Ferit Hoxha ka zhvilluar një vizitë zyrtare në Rom, ku është pritur nga zëvendës kryeministri dhe ministri i jashtëm italisë Antonio Tajani. Në një postim në rrjetin social, Hoxha vlerësoi marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Italisë të shkëlqyera të ndërtuara mbi lidhje historike me si të ngushtë një bashkëpunim strategjik afatgjatë mes dy vendeve. Sipas tij, bisedimet kanë konfirmuar nivelin e lartë të bashkëpunimit në fushra të ndryshme, përfshirë dialogun politik, integrimin evropian, sigurinë dhe mbrojtjen, si dhe çështjet e migracionit, energjisë, ekonomisë, turizmit dhe kulturës. Hoxha theksoi gjithashtu se Italia mbetet një nga partnerët kryesor tregtar të Shqipërisë dhe një investitor i rëndësishëm në sektorin prioritar të ekonomisë shqiptare. Në deklarimet e tij, ministri shqiptar shprehu mirënjohjen për mbështetjen e vazhdueshme të Italisë ndaj procesit të integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, duke e cilësuar Romën si një nga mbështetëset më të forta të perspektivës europiane të vendit dhe të gjithë rajonit të Ballkanit Perëndimor.